Në lidhje me këtë zhvillim do të lidhemi nëpërmjet Skype-it me specialistin e shëndetit publik në Angli, Lejdon Shapo. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni këtu. Ç'do të thotë kjo marrëveshje e arritur në Gjenevë të Zvicrës nga anëtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë? Në fakt, unë e dëgjova insertin edhe është i plot. Sot do përpiqem të them ca gjëra ndoshta që nuk u than aty, por është të jetë rëndësishme në sensin e kësaj marrëveshje që u arrit jo shpejt dhe jo kollaj. Dhe ka një sër arsyesh për këtë, por është e rëndësishme të theksohet fakti që aty rreth dhjetorit të 2021-shit, kur ishim në kulme pandemike, pra val 2, val 3, OBSH-ja ngriti të ashtu quajturën Intergovernment Negotiation Body. Pra një trup ndërkombëtar i cili do merrej me 3 elemente kyç të pandemisë që u përmendën dhe ishin faktikisht parandalimi, përgatitja dhe përgjigjja ndaj pandemisë, dhe kjo u bë val si pasojë valve të SARS-CoV-2 dhe varianteve të shumta, padyshim të vaksinave të cilat nuk haritën në të gjitha vendet të zhvilluara, vende më pak zhvilluara dhe vende të botës tretë, si më thënë, të cilët prisnin vaksina të cilat ju kushtuan jo pak në sensin e kostove dhe të kohës. Pra, duhet kemi parasysh që të gjitha mësimet gjatë pandemisë disa vjeçare, po të themi 20-22, pasi nga shkurti 22-shit në shumë vende u ul deri diku monitorimi, por nuk u ulën në variante të cilat vazhdojnë dhe sot të godasin në forma dhe formacione të ndryshme. Pra, marrëveshja bën këtë gjë, bën që dhe mos harrojmë që kërkuan 13 raunde takimesh, ku një pjesë e raundesh u zgjatën goxha në kohë për të mbritur në këtë ditë. Por, si e lexoj unë këtë marrëveshje, është një hap i madh i bashkëpunimit global, pa diskutim, sepse çfarë do të arrijë OBSH mes kësaj lëvizje, që është tepër e rëndësishme? Do të arrijë një rezultante e cila pavarësisht marrjes ose jo pjesë të Shteteve të Bashkuara në financim, dhe dyshoj shumë që Shtetet e Bashkuara të tërhiqen totalisht, do e shikoja të parasyshme një gjë të tillë, megjithse presidenti Trump ka thënë atë që ka thënë, por akoma nuk është qyrtuar në parlament se si do veprohet. Pra, mendoj që Shtetet e Bashkuara duhet jenë pjesë e kësaj marrëveshje, një pjesë e rëndësishme, jo thjesht përmes fondeve, por përmes pjesëmarrjes dhe kapaciteteve, se tek e fundit kjo marrëveshje është pikërisht kjo. Jep mundësinë të gjitha vendeve, pra ka një tendencë decentralizimi. OBSH-ja do të realizojë një gjë dhe një gjë të vetme. Të mos shikohet ajo si drejtuesi kryesor dhe vendimarrës i gjithçkaje që ka lidhje me problemet e epidemive, shpërthimeve të ndryshme, patogenëve të rinj, do ndaloj këtu për një moment, pak më vonë, por do të sintetizoj gjithçka që kuptuam dhe mësimet e kësaj pandemie, ku çdo vend të ketë mundësitë që të jetë globalisht i lidhur me vendet përreth dhe me botën, të japet marrë përmes një digitalizimi të dhënave se ku jemi, ç'patogen të rinj ka, si duhet të mbrohemi, ç'masa duhen marrë, pra që mos të gjendemi të papritur, të gafil, siç ndodhi gjatë elementeve të para fazës fillestare të shpërthimit të Wuhanit, më tutje dhe padyshim të ketë vendimarrje lokale të cilat pastaj të transmetohen në zinxhir dhe ku OBSH-ja të ketë të drejtën të marrë masat globale në bazë të atyre lokale. Pra, është, po të perifrazoja, të mendojmë lokalisht dhe të veprojmë globalisht. Këtë po tenton të realizoj OBSH përmes kësaj marrëveshje, e cila do aprovohet faktikisht aty rreth majit. Pra, e shikoj si një lëvizje të jetë të rëndësishme, ku gjithë teknologjitë e sotme, gjithçka që po ndodh në lidhje me patogenë të rinj, në lidhje me rrezikshmërinë etj, të jetë e vlefshme për gjithë vendet anëtare dhe të mos ketë sa të nënës sa të njerëkës. Unë e shikoj problematike
dhe do ta mbyll këtu për të pritur nëse ju keni një koment tjetër. E shikoj problematike një problem të vetëm. Edhe në vende të zhvilluara si Mbretëria e Bashkuar, ku unë jetoj, ka një nuk do thoja shkurtim fondesh, po një problematik në lidhje me strukturat e shëndetit publik. Në vend që mësimi të ishte nga gjithë pandemia, që shiko, duhet investohet më shumë, si në teknologji, si në njerëz, sidomos në njerëz, mburime njerëzore dhe forcim të strukturave parandaluese dhe komunikimit brenda vendit ndërinstitucional dhe me organizmat botërore, përfshi këtu dhe OBSH-n, duket sikur ka një topitje, një mungesë fondesh, megjithse në letër gjërat janë ndryshe. Pra, edhe kjo marrëveshje nuk dua që të mbetet në letër, sepse është një nga ato të cilat na përgatisin për rreziqet e të ardhshmes. Dhe pikërisht këtu dua të ndalem një moment të fundit dhe do e mbyll tu. UKHSA, që është organizmi pjesë e Public Health England, që nuk ekziston më, pra CDC-ja angleze në një farë mënyre, jo më larg se para një muaji kam përshtypjen, më pak se një muaj, kanë nxjerrë një listë prej 24 familjesh patogene që konsiderohen si rrezik real, potencial i shëndetit publik. Dhe këtu futen padyshim familja e Ebolës, futen koronaviruset si MERS, SARS-CoV-2 dhe një sër bakteriesh tjera që prezantohen si antibioresistent. Pra, syhapja dhe komunikimi përmes të dhënave, përmes ekspertizës dhe përmes vendimarrjes kolegjiale me OBSH-n padyshim në krye, kjo është ajo që do përktheja nga marrëveshja e cila u desh më shumë se 3 vjet të arrijej. Ju përmendët, doktor, rolin e patogjenëve të rinj në të ardhmen. Si duhet ta kuptojmë? Ç'nën kupton kjo? Sapo e përmenda dhe është me shumë rëndësi. Pra, bota zhvilluar sidomos, është në studim të një sër grupesh patogenesh, familjesh të ndryshme, të cilët na vinë si nga bota shtazore dhe nga ajo që jetojmë. Pra, për shembull, gripi i shpendëve që kemi diskutuar vazhdimisht dhe në herë të tjera, ku në Amerikë ka pas kalime nga gjedhët tek njeriu, është një prej këtyre i cili është në vëzhgim. Si mund të bëhet e realizueshme që të shikojmë ç'po ndodh kudo, padyshim që një marrëveshje e tillë na bën që të gjithë të dhënat, padyshim që nga Amerika të dhënat vinë, por mund të ketë vende të botës së pazhvilluar deri diku, të cilat përmes sa marrëveshje e kanë të detyrueshme të raportojnë tashmë gjithçka që ndodh me grupe patogenesh që janë në listën e OBSH-s. Pra çdo vend tashmë do ketë akses tek cila është lista, cilët janë patogenë të rinj, si duhen raportuar ato në kohë që t'i dilet përpara situatave të cilat përshkallëzohen shumë shpejt dhe duke ditur lëvizjen e lirë të njerëzve, këto lloj epidemish lokale kanë tendencën të përhapen nga do. Dhe survejanca e mirë ndaj këtyre grupe patogenesh, të cilët duhet të dihen nga të gjithë një lloj, të kenë mundësinë e një dhëniemarrje që të ndihmojë gjithë botën, padyshim jo në të njëjtën mënyrë. Nuk duhet të mendojmë se u bë një marrëveshje dhe të gjitha vendet janë në një sferë të rrafsht. Por kjo ndihmon shumë në zhvillimet e mundshme, sidomos të vendeve me problematika që nuk kanë fondet e nevojshme, që nuk kanë kapacitetet njerëzore të nevojshme, që të mësojnë nga vendet e tjera, që të japin e të marrin, pra të udhtoj të mësuarit më shpejt se sa patogeni, në rast se do të shprehesha kështu. Ju kuptoj. Sa të ekspozuar janë vende si Shqipëria nga kjo familje patogjenësh, doktor, meqense origjinën e kanë në vende të largëta të Afrikës apo të Azisë? Jo, që nuk është ashtu. Sapo e thash që këto patogenë lëvizin shumë shpejt. Shqipëria është në pjesë e një rajoni aty që u prek nga të gjitha këto patogene që unë përmenda. Aty ka dhe streptokoka, ka padyshim dhe SARS-CoV-2, ka dhe një sër patogenesh të tjerë, gripi i shpendëve është një problematik.
na erdhi një kontingjent i infektuar me salmonella atje, jo larg. Pra, ka shumë vend për survejancë të tjerë. Dhe mos harrojmë që vetëm SARS-CoV-2, pra gjatë pandemisë, kemi parë mbi 700 milion në raste në rang global me mbi 7 milion vdekje. 1 me 100 raporti. Dhe padyshim që edhe në Shqipëri janë parë këto problematika. Padyshim që kemi fatin, dhe unë mbaj mend që në kohën kur punoja në Ministrisë së Shëndetësisë dikur 93-94, kur u përballa me epideminë e kolerës atëre, mas afro 100 vjetësh në Shqipëri, që s'kishte ndodhur kur, vendi ishte i papërgatitur, por dhe i përgatitur. Pra u përgatitur shumë shpejt. Pse? Sepse ndërlidhja që kishim me OBSH-n, me strukturat dhe Ministria e Shëndetësisë në krye dhe Instituti i Shëndetit Publik, kur isha pjesë e tij, u ngritëm si një trup i vetëm dhe e kontrolluam situatën me shpejtësi shumë të madhe. Pra, Shqipëria edhe ndodhet në rrezik, por në të njëjtën kohë ka dhe mundësitë që të përballet, por problematikat janë ato që përmenda. Mungesa e fondeve aq sa do t'i donim. Mungesa e kapaciteteve njerëzore, ku do na duheshin më shumë epidemiolog, do na duheshin më shumë njerëz që ndërlidhin facetet mes kujdesit shëndetësor parësor, me shëndetin publik, me mjekun e familjes, me specialistin si një i vetëm, dhe ku dhënia e marrjet me ekspertët ndërkombëtar është prezent. Këto janë bërë, do vazhdojnë të bëhen, do jam i sigurt. Problemet janë që një survejancë poroze, nuk po them që është e tillë në Shqipëri, por ka vend për përmirësime, sjellin pastaj signifikante të tjera, të cilat kjo lloj marrëveshje padyshim do ndihmoj që ti forcoj. Kam edhe një pyetje të fundit, doktor. Gjithmonë nëse e keni si informacion, sa është përqindja e vdekjeve nga Covid nga keqmjekimi? Kjo është një pyetje shumë interesante, ashtu si dëmet dhe efektet anësore serioze nga vaksinat, e cila po studiohet. Po studiohet. Nuk kam një përgjigje për ta dhënë si përqindje, si proporcion ose si numra. Por ajo që dihet është që në vende ku ka një mishmash ose ka pas një kaos fillestar, sepse politikat dhe protokollet u ravizuan mas viteve të para, padyshim kudo, por faktikisht në vitet e para, 2020-2021, 2 vitet e para, janë bërë mjekime të lloj-llojshme, të cilat kanë sjell dhe pasoja, të cilat sot po studiohen dhe po shikohen për të nxjerrë mësime se çfarë nuk u bë siç duhet. Përsëri kthehem ke kjo marrëveshje e cila faktikisht do lejojë të gjithë vendet të mësojnë nga njëri tjetri dhe jo thjesht ca të drejtojnë dhe ca të ndjekin, sepse edhe një vend si Shqipëria për shembull ka shumë vend aty për të parë çka ndodhur, për të marrë të dhënat, për t'i analizuar ato, për të nxjerrë mësime, për të bërë publikime pafund. Dhe në lidhje me Covidin për shembull, nuk janë bërë aq sa duhet. Për arsye nga më të ndryshme. Ja vlen edhe është një terren nga i cili do mësonim jashtëzakonisht shumë. Për sot dhe për më tutje. Faleminderit shumë, doktor, për ndërhyrjen tuaj edhe për gjithçka thatë. Kënaqësi dhe ju për ftesën. Faleminderit, gjithë mirë.